Kjo nuk është hera e parë që ka ndërmuar një aksion të tillë. Kompania rajonale e mbeturinave Çabrati këto ditë ka rifilluar pastrimin e lumit Krena. I gjithë ky aksion është si rezultat i marrëveshjes që ka bërë kjo kompani me Drejtorinë e Shërbimeve Publike në komunën e Gjakovës për të pastruar këtë zonë 2 herë në muaj gjatë tërë vitit. Sevedin Rizvanolli, shefi operative, shpreh se gjendja e këtij lumi nuk ka qenë as pak e mirë, por që punëtorët e kësaj ndërmarrje po bëjnë një punë intensive për të hequr mbeturinat që ndodhen edhe jashtë lumit. Kemi fillu edhe pastrimin gjener, duke fillu prej shtratit, mrena nuj dhe jashtë shtratit lumit Krena. Gjendja ka qenë shumë e keqe, por me pastrimin, do më thonë na që sa vjetë bojmë pastrimin e lumit Krena, por na pastrojmë, mbeturinat prapë dalin në sipërfaqe, do më thonë, popullata prapë qëtë mbeturina në lumin Krena. Ndërka që ai po thotë se pastrimi i lumit Krena është i kotë nëse qytetarët vazhdojnë të hedhin mbeturina në të. Besojmë që lumi Krena, barem që tjetë nivelin e duhur, do më thonë tjetë i pastër. Ndërkohë që punëtorët e ndërmarrjes publike Çabrati po vazhdojnë të pastrojnë këto anë, Rizvanolli shpreh se beson që kësaj here do të rritet vetëdijësimi i qytetarëve për ta kursyer këtë lum nga mbeturinat.